Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, se ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet e radhës. Në këtë minutash, unë dua të ndaloj tek një nga personazhet më të komentuar të këtij sezoni, tek një nga personazhet më të dashur të këtij sezoni, do me thënë Luizeli dhe Chiara Tito. Luizeli dhe Chiara Tito kanë qenë shumë të përfolur për disa tituj që në fakt ngritën kurreshtje, ngritën pikpyetjet e publiku se çfarë po ndodh me këtë çiftin, domethënë çfarë po ndodh me fatin e tyre. Është përfolur shumë që Chiara është në një pritje të ëmbël, por aktualisht akoma nuk kemi një konfirmim nga vetë, domethënë personazhi që në këtë rast është vetë Chiara që duhet ta konfirmon lajmin për një pritje të ëmbël, por duke u bazuar në afatet kohore, do me thënë që zakonisht çiftet i nxjerrin lajmet në momentin kur fillon dhe ju fryhet barku, ndoshta ka kohë për të na treguar këtë momentin e bukur, por gjithsesi, nëse ky lajm vërtet është i vërtetë dhe çifti pret bebin e tyre të ardhshëm, pret dashurinë e bukur, pret jetën e bukur, unë ju uroj të gjitha të mirat dhe uroj me zemër që ky bebi t'ju vi me të gjitha begatit dhe me të gjitha të mira që vetëm Zoti krijuesi di të falë. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me planet e ardhshme të Lui, do me thënë Lui është duke u përgatitur për një sezon në goxha të ngjeshur, kemi arritur që të marrim informacione për emisionin e Luizellit, do me thënë emisioni i Luizellit fillon në fund të muajit shtator, do me thënë aty tek ditët e fundit muajit shtator, do t'jetë një emision maraton që do me thënë do t'jepet çdo të premte, do t'ketë figura interesante, nuk do t'jetë Chiara për krah Luizit, do me thënë ka patur shumë pyetje, a do t'jetë edhe Chiara pjesë e emisionit të Luit, nuk do t'jetë Chiara pjesë e emisionit të Luit, me patjetër që në një cast, do me thënë do t'jetë si e ftuar speciale, do t'jetë si një mysafire e cila do të rrëfej një marrëdhënie që ndoshta ne duam që ta shohim dhe do të kuptojmë diçka më shumë për t'i dhënë mbështetje Luizit në rrugtimin e tij, ashtu siç në fakt Luizi ka dhënë mbështetje Chiarës në rrugtimet e ndryshme të saj, por Chiara nuk do t'jetë pjesë e vazhdueshme e misioneve të Luizit. Do të ketë mysafir, siç e thash, do me thënë të ftuar interesant, do të ketë pjesë të castit shumë interesant, do me thënë do t'jenë personazhe që vërtet do të shfaqen ndoshta pas shumë kohësh në një emision si Luizi, do me thënë do t'jetë një emision që do të mbajë mbërthyer audiencën për ekranin dhe do të na bëjë të gjithëve për vete me pozitivitetin, dashurinë dhe energjinë e bukur që di të fal Luizeli. Të rejat më të fundit nga çifti, do me thënë janë që po përgatiten për shtator të jenë më fuqishëm se kur.